Përshëndetje Fatborda. Përshëndetje Agnesa. Qësh je sot? Shumë mirë. A kjo është sot me vullnet? Sot dilla me vullnet, mos i kemi me fol për dashni pak. Se dhja pak se kush vull ma shumë, ke pak e rona, si fillim. E ronë pak për me Nuk e di gjatë. pse se kena njës nesër, pse se kena njës nga pikën e ditës me kush dashuron ma fort, ose kush është ma i lumtur, po shku me zgjadhëm temën ma të ronë, kush vull ma shumë. Hajse. Po, neve si popull ma shumë na intereson kush vull se sa kush. Shumë e vërtet. Tregojmë cila është një horoskopet, ndoshta pak me rënditja, jo vesh njënën, se unë e kom qaf tash më ngriti sa të mërën të blicjope. Po, pak kemi mi këshyrë se kush dashuron ma shumë, po dhe cila është mënyra që ata dashurojnë. Se tash nuk mundem na me thonë, jo kjo shaj dashuron ma shumë, e tjetra se s'kena një njësi matë se që me au matë tash në aty në emocionet. Po nëse flasim që cila shajnë është ma intenzive në dashuri, cila shajnë jep ma shumë emocion, mundem me thonë që është peshko.